sotme nuk është vetëm një histori shqetësuese, por është diçka që t'ju bëj të dyshoni për njerëzit që keni më afër, sepse nuk e keni idenë se çfarë ata mund t'imagjinojnë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me videon e sotme. Gilberto Valle lindi më 14 prill të vitit 1984. Prindit e tij u ndan kur ai ishte ende i vogël. Por Gilberto ruajti marrëdhënie të mira me të dy dhe nuk e vuajti shumë ndarjen. Ka kujtime shumë të mira nga fëmijëria. Vetë ai tregon se shpesh shkonte të luante në park, në shkollë, kishte shumë miq dhe notat e tij në përgjithësi ishin të mira. Gjatë adoleshencës ai apasionohet pas bejsbollit dhe fillon që të luajë bejsboll me ekipin e shkollës. Dhe pikërisht në moshën e adoleshencës ai fillon që të ketë ato fantazitë e tij të para, sepse gjithë le të themi adoleshentët kur janë në këtë moshë që fillojnë të zbulojnë atë botën e të rriturve, fillojnë që të kenë ato fantazitë e tyre. Por për Gilberton ishte paksa ndryshe, pasi këto fantazi ishin vërtet shumë të veçanta. Duhet dini që historia zhvillohet në vitin 1995 dhe interneti, YouTube, këto faqet plus 18 nuk është se ekzistonin. Dhe për këtë arsye Gilberto duhet të kënaqeshte me revista, me gazeta të ndryshme. Dhe pikërisht në këtë periudhë ai zbulon një botë që i pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ajo që i pëlqen më shumë dhe tërheq më shumë është universi i bondage. Dhe me pak fjalë, bondage është një lloj praktike, pra ku personi kufizohet nga ana fizike me pranga, zinxhir, shirita, çfarëdo lloj gjëje tjetër për kërkesa seksuale. Dhe ndoshta këtë gjë ju mund ta mendoni që okay, e ke parë në revista rreth moshës 16, 17 vjeç, por në fakt jo. Këtë gjë e ka parë që në moshën 11 vjeçare. Dhe sa më shumë e shikonte këtë gjë, aq më shumë e pëlqente këtë gjë, sepse Gil vazhdonte të fantazonte për vajzat që shiten në rrugë, gratë të mëdha në moshë, infermierët, shoqit e klasës, pra për çfarëdo lloj femre që shikonte në rrugë, ai le të themi përdorte këto fantazitë e tij, ku vajzat i kishte të nënshtruara, i kishte të lidhura te shkështrat e tij dhe mund t'u bënte çfarëdo lloj gjëje që ai dëshiron. Dhe fantazia e tij shkonte përtej normales dhe më besoni që nuk po bëj shaka, sepse pak më poshtë do t'ju tregoj se çfarë nën kuptoj me frazën shkonte përtej normales. Padyshim, Gillit i pëlqente që të ishte në pozicion dominues gjatë këtyre fantazive dhe mund të them që kjo gjë është komplet normale, kur edhe pala tjetër është dakord me këtë gjë, e specifikoj. Por le të themi që problemi i kësaj gjëje ishte se këto gjëra i kishte zhvilluar që në moshën 11 vjeçare, një moshë shumë të vogël, dhe që në moshën 11 vjeçare ai e dinte se çfarë i pëlqente nga pamja seksuale dhe çfarë nuk i pëlqente. Dhe të mendosh që unë në moshën 11 vjeçare akoma shikoja Winx Club, akoma bëja transformimet Enchantix, akoma bëja transformimet ku di unë qa ishin gjithë ato se s'po më vjen emra tashi, dhe kur mendoj që në moshën 11 vjeçare zysha ime klasës multe për shembull në bank me një djalë, mund vinte jashtëzakonisht shumë turp, nuk e shikoja dot, domethënë, jo më të mendoja për fantazi seksuale dhe gjithsesi le të vazhdojmë sepse ai ndoqi një shkollë të mesme katolike dhe fakti që frekuentoi një shkollë të tillë nuk dihet nëse ndikoi në fantazitë e tij apo jo, por nuk është se jam shumë e sigurt për këtë pjesë, pasi në një farë mënyre në ato lloj shkolle temat seksuale nuk është ishin shumë të zakonshme për të folur. Por Gil fitoi një bursë studimi për shkak të bejsbollit. Kështu që me kalimin e kohës arrim në vitet 90 dhe pikërisht në vitet 90 ndodh diçka. Dhe pikërisht shfaqet bota magjike e internetit dhe normale ishte shumë emocionuese ta përjetoje, normale nuk është se ishte me gjitha shërbimet që kemi sot, por kishte ato pluset e veta. Dhe Gil, si gjithë të tjerët, kaloi në një lloj tranziti nga një botë pa internet në një botë me internet. Dhe gjëja e parë që i pëlqeu, gjëja e parë që e tërhoqi jashtëzakonisht shumë ishte pikërisht pornografia. Dhe normale pornografia nuk është se ka një datë nisje fiks, domethënë nisi me këtë datë që mund t'japim një datë konkrete, por mendohet që pornografia është e lidhur ngushtë me zhvillimin e internetit. Dhe normale Gil sapo zbuloi këtë botë magjike futet kokë këmbë duke hulumtuar, duke zbuluar, duke parë gjëra që i pëlqenin dhe normale nuk është se mbetet vetëm te kërkimet bazë, por futet akoma më thellë për të kënaqur ato fantazitë e tij ku ai ishte gjithmonë dominues
imagjinues dhe fantazitë e tij ku këto dominime normale ishin gjithmonë të dhunshme. Në vitin 2002 ai diplomohet dhe regjistrohet menjëherë në universitet. Fillon studimet dhe studion për psikologji dhe diplomohet në vitin 2006. Vetë ai pranon që gjatë viteve të universitetit ka mbajtur disi nën kontroll fantazitë e tij dhe ka kaluar jetën tipike të një studenti kolegji. Dilte shpesh me miqtë e tij, merrte pjesë në festa universitare dhe bënte përvoja të reja. Megjithatë, ai pranon që nuk ka pasur kurrë marrëdhënie intime me një vajzë. Pra një farë mënyre supozohej që të ishte i virgjër dhe mendoj që është pak sa e pamundur që të jetë i virgjër për një person që ka pasur këtë lloj fantazish. Por ndoshta kjo gjë është e vërtetë për faktin që në shkollën e mesme ka ndjekur një institut katolik dhe kjo gjë normale ka bërë atë punën e vet kur i themi. Gjatë vitit të tretë të universitetit ai ndan dhomën e tij me një djalë dhe pikërisht ky shok dhome kishte një koleksion shumë të madh DVD-sh pornografike dhe mund të them që mburreshte për këtë lloj gjëje. Dhe Jill në këtë pikë fillon që të nxjis fantazinë e tij me gjëra që nuk e dinin se ekzistontin. Dhe për këtë gjë fillon që të hulumtoj akoma në internet dhe gjatë hulumtimeve që bën gjeni pak përplaset me një faqe fetish bazuar në kanibalizëm dhe për persona që nuk e din, fetish është një lloj tërheqje seksuale rreth diçkaje specifike. Mund të jetë një situatë, mund të jetë një material, mund të jetë një trup, mund të jetë një objekt, pra çfarë do lloj gjëje. Dhe me sa duket Gilberto ka një pasion vërtet të madh dhe vërtet të rrallë për marrëdhënie që kanë lidhje me bondage, që kanë lidhje me kanibalizmin, por dua t'ju shpjegoj gjithçka. Nuk ka lidhje me nekrofilin, pasi nekrofilia lidhet kur një person kryen marrëdhënie seksuale me kufomën, siç ishte Jeffrey Dahmer dhe Gilberto nuk hyn në këtë pjesë. Por ai pëlqente pra një farë mënyrë të hante mish të gjallë kur kryente këto akte dhe mendonte që me bashkimin e të dyjave këto akte bëheshin një. Dhe po flas për mish të gjallë njeriu kur personi ishte gjallë, jo që kishte vdekur. Dhe nuk e di nëse u shpjegova mirë apo jo, sepse me aq sa mund të shpjegohem, pasi t'ju them të vërtetë nuk e dija që këto faqe ekzistonin realisht. Dhe mbi gjitha nuk e di se çfarë dreshim bëj u këtu që ua shpjegoj këtë gjë. Domethënë është për te çdo gjë, por gjithsesi vazhdojmë. Ai vazhdon akoma më shumë me kërkimet e tij gjithmonë në këtë lloj kategorie, derisa ndeshet me një lloj forumi diskutimi. Pra një farë mënyrë gjithë personat mund të shkruajnë aty gjitha ato fantazitë e tij. Dhe Guild kur kupton këtë gjë ndihet në qiellin e 7, sepse këto fantazi i kishte pasur që në moshën 11 vjeçare, këto fantazi i kishte pasur për vajza, për gratë, për infermierët, pra për çdo lloj personi dhe tashmë këto fantazi mund t'i shkruante të bardhën mbi të zezë. Pra gjitha këto fantazitë e tij dhe të tjerat mund t'i lexonin, mund t'i komentonin dhe kjo gjë ndodhte pa u gjykuar nga askush. Dhe Jill ishte shumë i lumtur dhe mund të them që këto lloj seanca si merrte si seanca të shkrimit kreativ dhe mund të them që me gojën plot personat që shikonin këto gjëra i pëlqenin jashtëzakonisht shumë dhe Jill mund të themi që ishte një nga ato shkrimtarët më të mirë të atij forumi, sepse historitë e tij në fakt bazoheshin në rrëmbimin e grave, abuzimin dhe më pas gatimin e këtyre të fundit. Sepse për këto gjëra ai fantazonte që në moshën 11 vjeç dhe marrëdhëniet seksuale që kishin brenda kanibalizmin ishte gjëja që pëlqente më shumë. Gilberto përfundon universitetin në vitin 2006 dhe merr një diplomë në psikologji dhe pas kësaj kthehet në New York dhe pas kthimit të New York ai i jep një provim për të futur në departamentin e policisë të New Yorkut. Dhe mund të them që është diçka që gjithmonë e kishte dashur sepse vetë pranon këtë gjë, por bie pak ndesh me fantazitë e tij dhe me ato gjëra që ai shkruante. Ai arrit të hyjë në trupën policore jashtëzakonisht shumë lehtë dhe pikërisht në vitin 2006 ai kalon në distriktin 26 të Manhattan. Dhe në përgjithësi të gjithë të sapoardhurit në polici dërgojnë në lagjet më të vështira për të patrulluar, për të mësuar dhe duke ditur që niveli i kriminalitetit në New York është shumë i lartë, por gjithsesi mund të them me gojën plot që Gill arrin që ta bëjë këtë punë jashtëzakonisht shumë mirë dhe pëlqen këtë gjë. Në moshën 25 vjeçare, ai regjistrohet në një faqe e cila quhet Harmony, pra është një lloj faqesh takimesh ku krijon profilin e tij, flet me disa vajza dhe del në kafe me këto vajza, pra del për takime. Dhe pas këtyre takimeve, pra gjithmonë ishin takime të para, vajzat i japin gjitha nga një shuplak dhe nuk paraqiten më dhe nuk flasin më. Dhe vras mendjen se pse ndodh kjo gjë. Në këtë pikë ai vazhdon që të punojë në polici për plot 3 vite dhe pikërisht në këtë moment ai kërkon që pra dëshiron që të ketë një shoqe, dëshiron që të krijojë një familje dhe fillon që të regjistrohet pra tek këto faqet e takimeve nga më të ndryshmet, por mbi të gjitha navigaton akoma dhe më shumë tek faqet e tij të preferuara.
Dhe gjatë kërkimeve të tij, siç bën gjithmonë, ai ndeshët me një faqe që do të ktheheshte në faqen e tij më të preferuar në obsesionin e tij, dhe ishte pikërisht Darknet. Por Darknet nuk është se ishte një faqe e zakonshme, ishte një forum online ku gjithçka bazoheshte në gjëra të errta, në gjëra djallëzore, në gjëra shumë të këqija. Dhe pikërisht Gil regjistrohet në këtë faqe me emrin Gjatari i Mishit të Grave. Imagjinoni që njerëzit shkruajnë aty çfarë do lloj gjëje, shkruajnë fantazitë e tyre, komentonin çfarë do lloj gjëje, hidhnin foto, video dhe njerëzit ngacmonin në mënyra nga më të ndryshme. Imagjinoni që shumë persona që ishin të abonuar në këtë faqe merrnin foto të vajzave nga interneti, i publikonin aty dhe shkruanin poste çfarë do t'i bëje. Dhe çdo kush jepte mendimin e tij, pra opinionin e tij, fantazitë e tij. Dhe mund të them që kjo gjë ishte shumë e vështirë. Në fund të vitit 2009, ai njeh një vajzë në internet e cila quheshte Kathleen. Dhe Kathleen ishte regjistruar pra tek këto faqet e takimeve, pasi në një farë mënyre ishte e re në qytet, donte të kishte njohje, pra donte të krijonte miqësi. Dhe fillimisht normale ato shkëmbejnë mesazhet e tyre, duket që gjithçka shkon mirë, dalin në takimin e tyre të parë dhe me sa duket në takimin e parë gjithçka shkon mirë. Kathleen i pëlqen jashtëzakonisht shumë Jill sepse i duket një djalë i ëmbël, një djalë i dashur, dhe pas atij takimit të parë kanë edhe një takim të dytë. Dhe pikërisht të takimin e dytë Kathleen kupton që i pëlqen ai, ka një tërheqje për të, dhe nga ana tjetër edhe Gil i pëlqen jashtëzakonisht shumë Kathleen. Dhe pikërisht këtu fillojnë problemet, sepse Gil fillon që të fantazojë rreth Kathleen. Mund të them që Kathleen u kthye në obsesionin kryesor të Jill, dhe Jill vazhdonte të fantazonte rreth Kathleen dhe këto gjëra i shkruante edhe në Darknet. Dhe mund të them që këto fantazi normale nuk është se ja tregonte asaj sepse do ishte kuthret qameti, por gjithsesi dua të them që ai ka deklaruar që ka qenë akoma i virgjër përpara se të njihte Kathleen. Dhe nuk e di nëse kjo gjë është e vërtet apo jo, por tani që mendoj them pse duhet gënjente për këtë gjë. Megjithatë, ato fillojnë që të takohen seriozisht dhe në vitin 2010 martohen dhe vendosin që të jetojnë së bashku. Dhe normale në këtë pikë ato të dy normale kryejnë marrëdhënie seksuale me njëri tjetrin, gjithçka shkon mirë me njëri tjetrin, ai vazhdon akoma të frekuentojë Darknetin e tij të preferuar, fillon të shkruaj fantazitë e tij dhe këto fantazitë e tij tashmë kishin lidhje me Kathleen, pra personazhi kryesor i fantazive të tij ishte pikërisht gruaja e tij. Por në jetën reale Gilberto ishte një person komplet ndryshe, një person i dashur, një person i ëmbël që nuk i bënte keq askujt, ndërsa në Darknet ishte komplet një pervers i gjallë. Dhe mund të them që ndoshta vuante edhe nga bipolariteti, nuk i dihet kur, por një gjë që dihet me siguri ishte se 2 vite pas martesës së tyre, pas fillimit të martesës së tyre, Kathleen kupton që kishte ngelur shtatzan me Jill. Dhe si fillim shtatzania e tyre ishte pak sa e frikshme, sepse kishin frikë, një gojë e tretë për të ushqyer, le të themi shtrenësia në New York ishte e madhe, por si përfundim vendosin që të mbajnë fëmijën e tyre dhe Gil premton që do të punojë zakonisht shumë fort, do të punojë me orë. Imagjinoni që blen materiale se si të vishet një fëmijë, se si të ushqihet një fëmijë, pra një farë mënyrë do të bëhet një baba i përkryer. Por pikërisht këtu le të themi fillojnë paksa kontradiktat, sepse nga ana tjetër Catherine nuk thot as pak të njëjtën gjë. Ajo thoshte që ai akoma nuk kishte pranuar që jeta e tyre po ndryshonte rrëndësisht, pra një farë mënyrë nuk pranonte që po vinte një jetë një fëmijë tjetër, nuk është se bënte gjërat që thoshte, mbi të gjitha kalonte shumë kohë në internet sesa me ato, dhe një farë mënyrë marrëdhënia e tyre fillon që të kishte ato krisjet e para. Dhe pikërisht Kathleen, duke qenë se Jill kalonte pjesën më të madhe të kohës në kompjuter, mendonte që ky fundit po i fshente diçka dhe mbi të gjitha mendonte që po e tradhtonte. Në fillim të verës 2012, Kathleen tashmë ishte në muajin e 6 dhe ato zhvendosen në një apartament më të madh. Dhe në shtator ato mirëpresin vajzën e tyre të cilën e quajnë Josephine. Dhe Kathleen në këtë pikë ishte në qiellin 7, ishte jashtëzakonisht shumë e lumtur, por edhe Gilberto nga ana tjetër ishte shumë i lumtur. Por gjithsesi, gjëja e tij e preferuar vazhdonte akoma të mbeteshte Darknet, sepse aty mund të shprehte gjitha fantazitë e tij. Edhe pse vajza e tyre kishte lindur tashmë, ai kalonte pjesën më të madhe në kompjuter duke u lumtuar, duke parë gjërat që donte, duke shkruar gjërat që donte, duke shfaqur fantazinë e tij në të katër anët. Thënë kjo, tashmë kuptohet që Gilberto ishte bërë shumë i njohur në internet, sepse mund të them që ishte një shkrimtar i përsosur dhe gjitha fantazitë e tij ishin, le të themi,
ishin bërë, le të themi, si situata reale, dhe gjitha këto fantazitë e tij normale lidheshin me Kathleen, dhe nuk e di nëse lidheshin dhe me vajzën e tij, por di që lidheshin me gruan e tij. Dhe në një farë mënyrë situata po i dilte paksa jashtë kontrollit, sepse martesa e tij nuk po ecte po fare mirë. Në javët e para pas lindjes së Josephine, ai punonte jashtëzakonisht shumë, sepse donte të jepte një provim për të bërë sergjent dhe për këtë arsye të fitonte akoma më shumë para, sepse tashmë kishte ardhur në jetë vajza e tij. Po për faktin që punonte jashtëzakonisht shumë gjatë gjithë kohës në punë pranë në departament, kur vinte në shtëpi, nuk i jepte fare vëmendjes vajzës dhe gruas së tij, dhe për këtë arsye Kathleen mendonte që ky fundit po e tradhonte, sepse gjëja që bënte, vinte në shtëpi, hante darkë dhe uleshte përpara kompjuterit deri në orën 3 të mëngjesit. Dhe për këtë arsye, Kathleen mendonte që ndoshta ai po më tradhon me dikë tjetër, sepse në një farë mënyrë nuk kishin më fare jetën time, nuk ose bisedonin me njëri tjetrin, pra në një farë mënyrë kishte gjitha shenjat që kjo e fundit të besonte që ai po e tradhonte. Mendoj që gjërat do të kishin vazhduar në këtë lloj mënyre nëse nuk do ndodhte diçka vërtet interesante. Dhe pikërisht pas një dite të lodhshme, pasi kishte hulumtuar në internet, Gilbert vendos që të shkojë të shtrihet. Dhe pikërisht atë natë ai harron që të fik kompjuterin, harron që të mbyll gjitha ato faqet që kishte hapur dhe të nesërmen shkon në punë. Dhe pikërisht të nesërmen Kathleen vendos që të përdor kompjuterin sepse i duheshte për diçka. Dhe normale nuk ose ishte hera e parë, por nga ana tjetër Gil kujdeseshe që të mbyllte çdo lloj gjëje dhe këtë herë kishte harruar. Dhe në momentin kur Kathleen hap kompjuterin, sheh atë që nuk duhet ta kishte parë kurrë. Sheh gjitha faqet që hulumtonte burri i saj, sheh çdo gjë që bënte burri i saj dhe mbi gjitha kontrollon historikun. Dhe pikërisht tek historiku ndeshet me Darknet. Dhe në Darknet normale dihet që Gil nuk është se kufizoheshte vetëm me komentimin e fotografive që çonin personat e tjerë ose vetëm me gjëra të vogla, por në fakt në Darknet ai shkruante për rrëmbimet që do të bënte, për kanibalizmin që do të bënte dhe mbi gjitha shkruante dhe për gruan e tij, dhe gjërat që kishte shkruar për gruan e tij ishin vërtet të tmerrshme. Gil kishte ndarë në këtë forum foto të gruas së tij, fantazirat që kishte me gruan e tij dhe burrat të tjerë komentonin rreth gruas së tij se çfarë do t'i bënin, çfarë nuk do t'i bënin, dhe gjërat ishin vërtet të tmerrshme. Ai shkruante se si do ta rrëmbenin Kathleen, do ta çonin në Pakistan, do ta çonin në një vend të fshehtë, më pas t'i prisnin fytin, t'i shikonin gjakun që rriste dhe për të ishte një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe Kathleen në pak minuta zbulon anën e errët mbi burrin e saj që nuk e dinte se ekzistonte. Ajo që Kathleen lexonte i kalon gjithçka që mund të imagjinoje, sepse nuk është se ishin thjesht skenare erotik ose fjalë erotike ose bisede erotike që ai mund bënte me burra të tjerë, por ishin skenar që kishin le të themi pikë kryesore torturat, kishin vrasjet, kishin rrëmbimet, dhe ai kishte postuar foton e gruas së tij dhe gjithë burrat së bashku komentonin atë, mënyrën se si do ta torturonin atë, mënyrën se si do ta hanin atë, dhe jo vetëm Kathleen, por dhe gratë e personave të tjerë. Pra më njëherë pas kësaj ajo kuptoi që burri i saj nuk ishte ai që ajo gjithmonë njihte, nuk ishte ai person i dashur, nuk ishte ai person i përkujdesur, nuk ishte ai person i ëmbël, por ishte komplet një person tjetër, një person pervers, një person i devijuar, një person që nuk kam fjalë që ta përshkruaj. Pas kësaj, ajo telefonoi menjëherë prindit e saj dhe paketoi gjithë gjërat e saj dhe u kërkoi atyre që nëse ajo së bashku me Josephinën e vogël mund të qëndronin disa kohë tek ata. Normale këto të fundit pranuan, por në farë mënyrë dyshuan sepse vajza e tyre donte të shkonte në anën tjetër të botës. Për çfarë lloj arsye, sepse ajo nuk u dha asnjë lloj arsye pse donte të largoheshte nga shtëpia. Dhe gjëja e fundit që atyre mund të shkonte në mendje është se ëndri i tyre ishte një maniak pervers. Kështu që gruaja e tij udhëton drejt Nevadës duke të qëndruar tek prindit e tij për disa ditë dhe në fakt nuk dihet nëse ajo i ka lënë një shënim burrit të saj pra që po ikte tek prindit e mi, por gjë që dim ishte se përpara se të ikte ajo kishte instaluar një kamerë të vogël tek kompjuteri i Gilbert pra për të parë në farë mënyrë nëse ai vërtet kalonte gjithë ato orë duke naviguar pra në internet në lidhje me ato tema. Dhe pasi u sistemua tek prindit e saj, ajo më në fund vendosi që të fliste me prindit e saj për këtë gjë dhe dihet që normale ishte shumë e vështirë sepse nuk është shumë e lehtë, pra shumë e çuditshme që të shkosh tek prindit e tu dhe tu thuash prindërve të tu që burri im ka 1001 fantazi për mua të këtë lloj tipi të kanibalizmit në lidhje me këtë, në lidhje me të, pra normale është jashtëzakonisht shumë e çuditshme ti tregosh prindërve për këtë lloj gjëje, por gjithsesi ajo vendosi ta bënte.
Pas disa ditësh reflektimi dhe diskutimi me prindërit e saj, ajo vendos që të kontaktojë policinë dhe pas asaj mikrokramës të vogël që kishte vendosur në kompjuterin e Gill, ajo kuptoi që ai akoma vazhdonte të navigatonte në ato faqe edhe për shkak se situata ishte përkeqësuar, për shkak se gruaja e tij dhe vajza e tij nuk ndodheshin aty, ai nuk e kishte fare iden se ku ishin dhe ai vazhdonte të bënte ato kërkimet e tij, të shkruante ato shkrimet e tij. Dhe në këtë pikë ajo vendos që të kontaktojë autoritetet. Por duke qenë se Gill ishte në policinë e New Yorkut, pra bënte pjesë në trupën e policisë së New Yorkut, në fakt dhe gjitha provat ishin në kompjuterin e tij, për këtë arsye e gjithë çështja ju kalua FBI-s. Më 25 tetor 2012 Gill arrestohet formalisht me akuzën për konspiracion për të kryer një rrëmbim dhe vendoset nën arrest në pritje të procesit. Ndërkohë që ishte në burg, kompjuteri i tij u analizua dhe filluan që të dalin të gjitha detajet. Gjatë hetimit të FBI-s u gjetën mira kërkime pra gra që rrëmbeheshin, përdonoheshin, vriteshin dhe madje hidheshin në skenar kanibalizmi. Pra u gjetën gjitha bisedat në darknet, u gjetën foto, u gjetën imazhe, u gjetën video të rënditse. Pra në një mënyrë u gjet gjithçka. Duke qenë që situata ishte tmerruese, FBI-ja u ndal tek 3 persona, të analizonte 3 persona që kishin dhe veprime me Gill. Dhe në një mënyrë këto 3 persona ishin të pikasur nga autoritetet. I pari ishte një 22 vjeçar mekanik i cili quheshte Michael Vann, tjetri quheshte Dale Bowling dhe ishte nga Britania e Madhe dhe i treti quheshte Ali Ka nga Pakistani. Për shembull, një nga bisedat që Gill kishte bërë me Michael ishte fakti që ky fundit i kishte çuar Michael një nga fotot e shoqes së Kathleen që quheshte Alisha dhe sot fundit fantazonin rreth kësaj, mënyra se si do ta rrëmbenin, si do ta vrisnin, si do ta gatuanin, gjëra të këtë lloj tipi dhe kur policia lexoi chatet e tyre, ishte vërtet rënditse sepse fantazitë e tyre dukeshin sikur ishin bërë realitet. Ndërsa me djalin nga Pakistani, ai fliste për gruan e tij, si do ta çonin në Pakistan, ta çonin në një vend të fshehtë, pra ti prisnin fytin, ti shikonin gjakun që rrithte, ta gatuanin, si do ta shërbenin më pas. Pra kjo lloj gjëje ishte vërtet makabër. Në një bisedë tjetër që Gill kishte bërë me Dale, thoshte që Gill i thoshte Dale që njëti një shtëpi në mal, një kasole në mal që ishte izoluar, ishte kilometra larg, askush nuk shkonte dhe Dale nga ana tjetër i përgjigjet që kë do të çojmë aty, kë do të rrëmbejmë. Dhe ky i fundit i thotë që rrëmbejmë shoqen e gruas time e cila quheshte Kimberly. Dhe në fakt nuk se mbaron këtu. Më pas në email u gjet një dokument ku Gill i kishte dërguar Dale një dokument se si do të rrëmbehej dhe do të gatuej Kimberly. Dhe në këtë dokument në fakt listoheshin gjitha materialet që duheshin për këtë punë dhe nuk e di nëse ju tingëllon diçka serioze, pra diçka e planifikuar me kujdes, diçka e planifikuar me detaje minimaliste. Gill në fakt të gjëra nuk i kishte zbatuar kurrë në praktik, por dukeshin që ishin super reale. Por nga ana tjetër, gjëja më e rëndë që kishte bërë ishte që këto të dhëna që merrte rreth grave, pra emrat e grave, adresën, ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve, gjatësinë, ku banonte, precedent penal, pra gjitha këto gjëra i merrte nga databezi i policisë së New Yorkut. Dhe kjo gjë është një gjë shumë e madhe sepse është një shkelje e privatësisë. Shumë shpejt historia e tij u bë publike. Gjithë njerëzit filluan të flasin, policët gjithashtu dhe në fakt filluan që ta quanin Gillin polici kanibal. Dhe në fakt është një lloj nofke që lidhet në fakt me këtë histori dhe menjëherë pas kësaj ai u pushua nga puna. Normale është gjëja më e pakët që mund të bënin. Ndërkohë që ishte në burg duke pritur gjyqin, Gilberto i nënshtrohet një vlerësimi psikologjik nga një psikiatër forenzik i quajtur Park Dietz. Ai shkoi në Manhattan në detention center kur ishte i burgosur Gill dhe i bëri një vlerësim shumë të detajuar në pothuajse 20 orë intervista të shpërndara në disa ditë. Gjatë këtyre 20 orëve ai fliste për gjithçka, pra për fantazitë që kishte që në adoleshencën e tij, për qasjen që kishte ndaj botës së seksit, për fetishet e tij, për marrëdhëniet që kishte ai me gruan e tij. E gjithë vizita kishte të bënte që të kuptonin në një farë mënyrë nëse Gill kishte një lloj zemërimi, një lloj urrëtie ndaj grave. Por në fakt jo. Përkundrazi, Gill nuk kishte asnjë urrëtie ndaj grave, asnjë lloj zemërimi, por thoshte që ishte i friksuar ndaj grave dhe për këtë arsye kishte humbur virgjërinë në moshën 25 vjeçare. Dhe gjatë adoleshencës ai kishte fantazitë e tij me shoqet e klasës, kur ishte në universitet për shoqet e universitetit, për gra të ndryshme. Dhe në momentin kur i afrohet një vajze, ai gjithmonë dridheshe, dridheshe dhe në të shumtën e rasteve dhe vraponte, pra largoheshte nga ajo, sepse në farë mënyrë i kishte frikë. Dhe në momentin që filloi të ndante ato fantazitë e tij online, ndiheshte më i çliruar. Dhe mbi gjitha i thot psikiatrit që mendonte që ta mbyllte këtë gjë në momentin kur njohu Kathleen,
por në fakt fantazitë e tij kaluan tek ajo dhe në këtë pikë situata doli përsëri jashtë kontrollit. Në përfundim të vlerësimit, psikiatri konstaton me siguri që Jill ishte shumë larg nga personi që tregonte në internet. Sipas tij, ai kur nuk do të kishte vepruar në realitet dhe vetëm ato ishin thjesht fantazitë e tij dhe arrin në përfundimin se ai nuk kishte rrezik për shoqërinë. Mbrojtja e Jill duke parë këtë vlerësim u gëzua jashtëzakonisht shumë, sepse mund ta përdorte si argument gjatë gjyqit dhe gjyqi i tij filloi më shkurt të vitit 2013. Mbrojtja e tij normale kishte gjitha pikat e mundshme, por prokuroria vendosi që të nxjerrë në pap, pra vendosi që të bëj publike gjitha shkrimet që bënte Jill, gjitha fotot, gjitha komentet, imazhet, videot, pra çdo gjë të mundshme. Dhe për këtë arsye, gjyqi i tij zgjati pak a shumë 1 muaj dhe vendimi përfundimtar u dha më 12 mars dhe normale Jill u shpall fajtor. Por nuk u dha një dënim konkret. Nuk u dha një dënim konkret, nuk u dha vite sepse shumë njerëz nuk ishin dakord me këtë gjë. Shumë njerëz thonin që ai është i pafajshëm sepse ato ishin vetëm fantazi, ai nuk do t'i bënte keq askujt. Dhe për këtë arsye Jill bën apel. Gjykatësi pranon kërkesën për apel dhe procesi rifillon më në qershor të vitit 2014 mbi 1 vit më vonë. Këtë herë verdikti ndryshon plotësisht. Jill konsiderohet i pafajshëm për të gjithë akuzat dhe lirohet më korrik pas 21 muajsh burgimi. Por, për fajsin e përdorimit të databazës së policisë, kjo gjë u anullua komplet sepse në një farë mënyrë tashmë ai kishte bërë 21 muaj burg dhe për gjykatën kjo gjë ishte një dënim i pjesshëm. Nga ana tjetër, avokati i Jill e shikon këtë gjë si një fitore të madhe, si një fitore të vërtetë, sepse mendon që askush nuk ka të drejtë të gjykoj fantazit e tjetrit sado perverse dhe imorale që të jenë. Dhe specifikon që një farë mënyre subjekti nuk ka asnjë qëllim real dhe një farë mënyre ai është komplet i pafajshëm. Nga ana tjetër, antarët e familjes së Jill thonë që Jill normale nuk u dënua, por humbi gjithçka, humbi familjen e tij, gruan e tij, vajzën e tij, miq, reputacionin, pra humbi gjithçka të mundshme. Qartësin, Kathleen dhe Jill divorcohen. Kujdestarinë për Josephine normal e merr Kathleen dhe gjykata ka vendosur që Jill nuk mund të takojë vajzën e tij vetëm nëse Josephine do që ajo të takojë babain e saj vetëm kur të bëhet magjorene, pra vetëm mbi moshën 18 vjeç. Gjithsesi, Jill është faqur gjithmonë kundër faktit që ai nuk mund ta shikojë vajzën e tij. Për më tepër, gjatë gjithë këtyre ngjarjeve, ai ka shkruar disa libra, njëri në vitin 2017 i titulluar Rowell Deal. Në këtë libër, Jill flet shumë për veten e tij, adoleshencën e tij, se si filloi kjo fiksim dhe gjithë skandali që e bëri atë të njihet si polici kanibal. Në fakt, nuk është se kam shumë informacione se çfarë po bën ai tani, me çfarë merret, por gjithsesi mendoj që një person që ka këto lloj fantazish duhet të ndiqet, le të themi, gjatë gjithë kohës me profesionist, me psikiatër, me psikolog, sepse në një farë mënyre linja mes realitetit dhe fantazisë është jashtëzakonisht shumë e hollë. Kështu që në këtë lloj mënyre unë ju përshëndes dhe ne do të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.